Ashtu siç edhe kishte informuar Alsatm më njëherë pas zhvillimeve më 27 prill në kuvend se portat kryesore të kuvendit janë hapur nga deputet të VMRO-DPMNE-s, ashtu dëshmojnë edhe incizimet e siguruara nga kamerat e sigurisë. Në video materiale vërehet qartë se derisa protestuesit e dhunshëm godasin portat e kuvendit, të cilat ishin të bllokuara nga tërarët mbajtës, është deputeti Krste Mukovski i cili vrapon dhe bashkë me një deputet tjetër të VMRO-DPMNE-s, që dyshohet të jetë Sashe Vasilevski, heqin tërarët dhe turma e dhunshme futet në kuvend. Vasilevski më pastaj shihet duke u përqafuar me protestuesit, ndërsa në mesin e tij është edhe Johan Tarçullovski. Pamjet hedhin dyshime se deputetët kanë hapur dyert pasi policia të ketë siguruar portat. Në aksionin e hapjes së dyerve dyshohet të kenë marrë pjesë edhe agjentë të Agjencisë së Inteligjencës, agjentë të DSK-s dhe shërbyes ushtarak, nën punës të sigurimit në kuvend dhe të tjerë. Detajet e incizimeve dhe zhvillimeve në kuvend dhe përgjigjen e pyetjes se kush i hapi dyert e kuvendit, do të mund t'i mësoni sonte ekskluzivisht në emisionin 360 gradë në Alsatm.